arsye kesit? Se unë, cila është arsye që? Ne kemi pasur një afërmitet që e kanë parë të gjitha është e kot tani që të bëjmë të dy, po ne jemi shok, se shokët në fundit nuk rrin as me duar shtrënguar, as nuk. Po me duar shtrënguar rinit edhe. Jo me duar shtrënguar rinit edhe direkt e parë. Por është pak më jashtë, ose të paktën si e kemi ndjerë ne këtë ditë. E dishëm që ditë mua, pse e ndjetë këtu brenda? Se ju rinit jashtë. Sepse këtu është ndryshe? Çfarë ndryshon këtu? Çdo gjë. Çdo gjë. Më thuaj. Çdo gjë. Do thënë, në momentet e mia më të këqija të fillimit. Ti ke pasur momente të këqija dhe jashtë. Po jashtë kam shumë njerëz aty që më presin edhe. Po mjaftu shumë kohë ke kaluar edhe me kesin. Po kërkon llogari. Po e diskutojmë. Se më bën shumë të duke gjë. Unë desha thjesht të ta thoja ty. Do të më thuash çfarë? Kështu e ndjeva ta bëja. Që ke feeling për kesin. Që ndoshta mes me dhe kesit mund të lind diçka. Nëse ti ke një histori të pambyllur me kesin, kesi është aty mund të sqarosh. Ti mendon që unë kam diçka për të sqaruar me kesin? Ai thotë që jo. Nëse ti thua po, sepse thua ai nuk më ka dhënë një shpjegim, atëherë duhet të ta japi ose duhet të japësh, nuk e di. Kështu nuk vazhdohet më. Domethënë dikush do të vendosë pika të vijimit të marrëdhënies, sepse ne nuk mund të vazhdojmë më, të rrim të tre. Kush duhet i vendosë? Për gjykimin tënd, kush duhet i vendosë? Ne jemi bërë realisht një lloj trekëndshi. Tani realisht jemi një trekëndësh. Se deri në momentin që unë thoja unë nuk kam gjë, ju keni qenë të lirë në vendimet tuaja, pavarësisht se ti thoje gjithmonë Ina. Jo, Ina nuk ka qenë atëherë. Ina nëse ka ardhur, na ka ardhur tani. Ti e di këtë. Ina nuk të ka interferuar në marrëdhënien tënde kur ti pretendoje që Ina. Po Ina, shpëtoi goja dje, unë kesim ka njohur Bruna, the. E bëra, më thash më shaka unë Bruna kam një vit e gjysmë se jam më Bruna. Mos më shumë. E bëra me shaka kur vendosa parukët. Se kush më